Mirëmbrëma i nderuar profesor doktor Sali Berisha, mirëmbrëma të dashur demokrat. Nuk ma kishte marrë mendja që pas 333 ditë të rrugës të shpresës, ne do detyroheshim të bënim përsëri një foltore. Tani më jo foltorja rrugës të shpresës, por foltorja parlamentare shqiptare. Jemi gjithë të mbledhur këtu, idealista, parimor, qëndrestar, që nuk u dorëzuan asnjëherë dhe pavarësisht gjitha sakrificave dhe vështirësive që Partia Demokratike po kalon, ne jemi përsëri këtu. Përsëri të bashkuar, përsëri për t'i treguar dhe njëherë regjimit që ne nuk jemi dorëzuar. Nuk jemi dorëzuar edhe pse na vodhën zgjedhjet. Ishte makabër zgjedhore, ne këtë e dim, por ne nuk ankohemi, ne vazhdojmë akoma të paraqitemi këtu. Ne vazhdojmë akoma sepse ne i kemi hyrë një rrugë pakthim. Një rrugë pakthim sepse kemi arritur aq shumë gjithë të bashku, duke filluar nga çadra e lirisë, ku kam qenë e vogël por mbaj mend shumë nga fytyrat tuaja, duke vazhduar me protestat e njëpasnjëshme, nga foltorja, nga gazi, të cilën e kemi provuar gjithë ne që jemi të pranishëm këtu, besoj. E kemi parë, ekonomi nuk ka. Mjerimi është ulur këm kryq në sofrat e shqiptarëve. Pasuria nuk ekziston më, jo vetëm në aspektin ekonomik, por dhe në aspektin moral. Dhe në momentin që nuk ke moral, në momentin që shkatrohet familja, në momentin që shqiptarët ndihen të huaj në vendin e tyre, atëherë ma thoni pak ju lutem, për çfarë jetojmë ne? Njeriu jeton për dinjitet dhe kur ky dinjiteti mohohet, është fundi. Është fundi nëse familja e cila realizohet nëpërmjet ligjit të natyrës dhe asaj që ka krijuar Zoti, të kaloj në prindin 1 dhe prindin 2 është e tmerrshme. Nëna dhe babai janë figurat që krijojnë familjen tradicionale shqiptare. Dhe këta duan ta shkërmogjin, këta duan të krijojnë një frym sorosiane që e shkatron familjen, që e shkatron Shqipërinë. Në fakt, Zotin e përmendim shpesh sepse shqiptarët janë besimtarë, muslimanët, krishterë nuk ka rëndësi. Dhe, siç e thash, familja dhe Zoti janë 2 nga shtyllat kryesore të Partisë Demokratike, por komunistat nuk kanë Zot. Komunistat nuk kanë Zot dhe prandaj duan ligjin e barazisë gjinore. Komunistat nuk kanë Zot, prandaj shqiptarët ndihen të huaj në Shqipëri. Prandaj të gjithë duan të largohen. Prandaj shikojmë nëna me lot në sy. Prandaj shikojmë familjarë që i kemi të shpërndar kudo nëpër botë. Dhe ne të fundit që kemi mbetur në Shqipëri, ne vazhdojmë luftën tonë, një luftë e cila domosdoshmërisht do ketë shpërblim. Zoti thotë që njeriu duhet luftoj kundër së keqes, sepse në momentin që luftojmë kundër së keqes, në momentin kur luftojmë kundër padrejtisë, atëherë vjen dhe shpërblimi. Pas çdo vështirësie vjen dhe shpërblimi. Prandaj, le të jetë kjo dita e parë e një foltoreje parlamentare shqiptare që do sjell fitoren e Partisë Demokratike. Mos u dorëzoni, kemi arritur shumë, ju lutem të vazhdojmë rrugën tonë siç kemi bërë deri tani. Ju faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, të dashur qytetar, të dashur zonjë dhe zotrin, të dashur miq, bashkëqytetar, prindër dhe gjyshër. Sot jemi mbledhur këtu edhe për një arsye që lidhet me dijenin më bazike dhe më të vjetër që një njerëzimi. Në dijenin time, në dijenin tuaj, bota është krijuar me 2 gjini. Në Bibël ka 2, në Kur'an ka 2, në natyrë ka 2 dhe në logjik ka 2. Por, me sa duket, qeveria jon pas ka zbuluar diçka që as Zoti nuk e pas këshkaditur deri më tani. Një shkencë të re, një realitet të ri, të shpallur pa debat, pa konsultim, pa asnjë shpjegim ndaj familjeve shqiptare.
Ironia është se ndërkohë që ne kemi halle reale, çmimet, korrupsionin, punësimin, shëndetësin, rrugët që rrëzohen sa po hapen, qeveria ka zgjedhur të merret me krijime të reja që nuk i ka shkruar as historia, as shkenca, as feja. Prandaj, jemi këtu sot. Ti themi qeverisë se shqiptarët nuk kanë nevojë për ligje që sfidojnë Zotin, natyrën dhe logjikën. Gjithashtu, ka nisur të krijohet një mendësi shumë e rrezikshme në këtë vend, që parlamenti nuk duhet, se parlamenti është pengesë, se demokracia është e tepërt, se debati është luks. Kur qeveria miraton buxhetin pa debat, kur ligje që prekin fëmijët dhe familjen kalohen pa asnjë konsultim, kur opozita lejohet të flasë një herë në 9 seanca, dërgohet një mesazh i qartë se s'më duhet parlamenti. Por pyetja retorike që duhet të bëjmë të gjithë është kjo. Nëse nuk duhet parlamenti, atëherë çfarë duhet në Shqipëri? Një shtet me një zyrë të vetme që vendos gjithçka, një regjim ku askush nuk kontrollohet dhe askush nuk jep llogari? Ky është rreziku që kemi përpara dhe provat janë para syve tanë. Ne protestojmë këtu sepse korrupsioni nuk është më përjashtim në këtë qeveri, është mënyrë se si qeveriset vendi. Tuneli i Llogaras, nën përgjegjësinë direkte të zëvendës kryeministres Balluku, është kthyer në aferën më të madhe pas inceneratorëve. Kosto të fryera, mungesë gare, mungesë transparence dhe mungesë totale e përgjegjësisë. Çdo ditë del një fakt i ri, çdo ditë një dyshim i ri, por dorëheqja nuk ekziston. Në çdo vend të BE-s, një zëvendës kryeministre do të kishte ikur që në orën e parë. Këtu vazhdon akoma të qeverisë. Dhe ndërkohë që ne protestojmë për korrupsion, dëgjojmë deklarata nga jashtë si ajo e zonjës Marta Kos, e cila sot tha se Shqipëria po ecën shumë mirë në rrugtimin e integrimit. E si mund të ecë mirë një vend ku gjysma e qeverisë është në nënhetim, është në burg, apo në dosje të hapura dhe pjesa tjetër po përgatitet për të njëjtin fat, nëse vazhdon të mbrojë abuzimet, a mund ta themi këtë? Sot një tjetër aferë përveç tunelit të Llogaras është dhe ajo e rrugës së Arbrit. Sot është një nga provat më flagrante të korrupsionit me parat publike, mashtrimet, zvarritjen dhe cilësinë e dobët të punimeve. Kanë kaluar 15 vite punime dhe ndërkohë që kostoja është dyfishuar, cilësia ka shkuar në drejtim të paditur. Hajdeni sot dhe shikoni tunelin e rrugës së Arbrit, po humbet nga poshtë, po qahet dhe po degradohet. Besoj se nuk ka asnjë ndryshim nga ajo që po ndodh me tunelin e Llogaras. 2 rrugë të mëdha, të shtrenjta, të rrezikshme me të njëjtin model abuzimi. Rruga e Arbrit është kthyer në rrugën që nuk mbaron kurrë, një projekt që çdo vit gëlltit miliona euro nga taksat e shqiptarëve dhe që do të vazhdoj të haj pafund sepse askush nuk kontrollohet dhe askush nuk jep llogari. Ne nuk jemi mbledhur rastësisht sot këtu para kryeministrisë dhe para zyrës së zëvendës kryeministres. Këtu në këtë godinë është foleja e korrupsionit, aty ku janë marrë vendimet më të rënda kundër interesit publik. Dhe jam e bindur se nesër, pas nesër dhe ditët në vijim, ky shesh do mbushet plot me demokrat, jo partjak, me njerëz që sot e shohin këtë qeveri si pengesën më të madhe të ekonomisë tyre, të familjeve tyre dhe gjithashtu një korrupsion galopant. Faleminderit.